Rreth 50 të punësuar në klinikën e fëmijëve, të cilët nuk i kanë marrë rrogat e 6 muajve të fundit dhe ende janë me status të parregulluar, janë ende pa përgjigje nga institucionet. Televizioni 21 kontaktoi me përfaqësues të tyre, të cilët na thanë se ende nuk kanë ndonjë informacion nga Ministria e Financave, ku edhe protestuan dhe zhvilluan takim javën e kaluar. Nuk deshën të flasin para kamerës për shkak se këtë do ta bëjnë nesër në protestën e radhës, kësaj here para Ministrisë së Shëndetësisë. E i pyetur për hallin e tyre, Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se nuk mund të kthehen dhe t'i zgjidhin problemet nga janari e këndej. Do të mundojmë ta zgjidhim edhe në klinikën për fëmijë, por ama në mënyrë retroaktive nuk mund të zgjidhen problemet. Problemet duhet të projektohen dhe të zgjidhen në formë afatgjate, në këtë rast për një vit. E dini që viti fiskal fillon nga janari dhe mbaron në 31 dhjetor, pra nuk mund të kthehemi retroaktiv të zgjidhim problemet nga janari e këndej. Drejtori i klinikës Recep Mehmeti tha televizionit 21 se të punësuarit tash nuk janë duke shkuar në punë. Klinika Universitare për Sëmundje të Fëmijëve ishte duke u përballur me mungesë stafi, arsye për të cilën në fund të vitit 2025 kishte realizuar punësime ku me pëlqim të Ministrisë së Financave ka angazhuar edhe personel mjekësor, administrativ dhe teknik me kontratë në vepër. Në dhjetor të 2025, Klinika e Fëmijëve përmes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit Shëndetësor ka dërguar kërkesë zyrtare deri tek Ministria e Financave për vazhdimin e pëlqimeve për vitin 2026 për të punësuarit me kontratë në vepër. Në prill të këtij viti, Klinika e Fëmijëve pranoi përgjigje negative nga Ministria e Financave për mosvazhdim të kontratave. Përndryshe, rreth 50 të punësuar në klinikën e fëmijëve para disa ditësh protestuan para Ministrisë së Financave duke kërkuar pagesën e 6 pagave të prapambetura, vazhdimin e kontratave të punës dhe zgjidhjen e statusit të tyre. Protestën e radhës e paralajmëruan për nesër 12 qershor përballë Ministrisë së Shëndetësisë.